أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai xhalla xhalalu. Selamat i dërgojmë mësuesit e njerëzisë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Zotit xhalla uala dersin e 50 me radhë nga veprat e zemrës. E që neve në dy derset e kaluara kem fol rreth sabrit apo durimit që besimtari duhet ta ketë gjatë rrugtimit të tij tek Zoti xhalla xhalalu. Edhe sot me lejen e Allahut të lartësuar do i shohim disa nga frytet që besimtari i merr nga sabri, durimi i tij në raport me Zotin e tij, në raport me njerëzit, në raport me sprovat që Zoti xhalla uala mund ta godet njeriu. Andaj Allahu xhalla uala padyshim që ja shpërblen shumë dhe e don shumë këtë punë të zemrës, e që është sabri, durimi, e që neve si popull fatkeqësisht nihmi pak që si jena për të sabërle, domethënë jena shumë gjak nxehtë me njëri tjetrin, ndërsa shumë sabërle jena ndaj armikut. Fatkeqësisht. E prej dobive dashur vëllezër që kanë thënë ulema e Islamit që njeriu merr prej durimit të tij ose sabrit është që as-sabru yuniru at-tariq. Durimi që njeriu e bën ja ndriçon rrugën, wadhalika annahu yahdi al-'abd lil-khayr. Pastaj e dërgon njeriu në hajër. Sabri pra e bën që njeriu të më ndriçojë rrugën me pak fjellësinë e rrugës së tij në drejtim të Zotit xhalla uala dhe në punët e dynjas që i ka. A ke pa kundërta e sabrit është mos durimi ose nervozizmi. Njeriu kur në vrikosët nuk sheh, turbullohet krejt koka e tij, nuk e sheh rrugën më. E sabri, ulema e Islamit thonë, ja bën që njeriu t'ia ndriçojë rrugën e tij, të sheh më mirë dhe merr vendimet e hajrit. I merr vendimet e hajrit për jetën e tij. Kur nuk është penduar që ai që ka pas sabër në të gjitha sferat e jetës. Gjithmonë është penduar dhe i ka ra pishmon ai i cili është ngut. Ai i cili është ngut nuk ka bë durim, nuk ka bë sabër në të gjitha vendimet e tij që i ka marrë gjatë jetës. E muslimani duhet me qenë i tillë, besimtari vërtet i cili është namazdi, i cili është njeriu i cili Zoti xhalla uala ka ndëruar miran në sejdë atij, duhet me i marrë të gjërat në këtë çështje, duke lutur Zotin xhalla uala që të na bëjë prej atyre besimtarëve që janë sabërli. Allah azza wa jall nëpërmjet haditheve të Resulullah na tregon se es-salatu nurun, namazi është dritë. Namazi është dritë. Was-sadaqatu burhan, sadaqa e almosha është argument për robën ditën e gjykimit dhe në dynjë gjithashtu. Was-sabru diya. E sabri, durimi është ndriçim. Ja ndriçon njeriu rrugën e tij dhe ja tregon se cilën çështje pastaj me zgjedh të mirën dhe me vepru atë dhe të ligën me pa me sytë e tij dhe me u largu prej saj. Vetëm kjo dobi po të na shërben neve mjafton që të jemi durimtar dhe të jemi sabërlin në të gjitha sferat e jetës. E dyta dashur vëllezër, as-sabru yu'inu ala tahammul al-mashaq. Sabri e bën që njeriu të ndihmoj me i bardh mbi supe gjërat e rana. Sabri bën që besimtari me bardh mbi supet e tij gjërat rana që edhe kodrat nuk mujnë me i bardh. Po këto vetëm besimtari e bën, nuk mund me bë ai i cili nuk e njeh Zotin xhalla uala. Ai i cili nuk e njeh Zotin, nuk e din çka është Zoti, çka është dita e gjykimit, çka është Kur'ani, çka është Resulullah sallallahu alaihi wasallam, çka është Islami, nuk mund me arrit këtë pikë. Këtë pikë e arrit vetëm besimtari praktikues i dinit të Zotit, që është me të vërtetë praktikues hakikat. E din çka është namazi, e din çka është agjerimi, e din çka është haxhi, e din çka është zakati, e din çka është sadakaja. E din çka është Islami, vetëm ai mund me bardh mbi supet e tij gjërat të rënda të cilat nuk mund me i bardh asnjë njeri në tokë. Asnjë njeri në tokë. Kodra me mjaftit shemën.
Hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregon se Khabbab ibn al-Arat ka qenë prej sahabive që është përsekutuar shumë në Mekë sa ka qenë. Zbashku me Bilalin, zbashku me sahabët e tjerë, janë persekutuar shumë në Mekë, sa që i ka thonë ja Rasulullah, ala tastansiru lana? Ala tad'u Allah lana? Ka thonë i dërguari i Allahut, a nuk kërkon ndihmë për neve tek Allahu që më na shkirua, a spelut Zotin për neve? Thonë ju në lodh nga persekutimet, ju në lodh nga nënçmimet, ju në lodh nga gjërat të cilat atyre ju kanë dogë që u vonue çlirimi, po vonohet shumë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Kana rajul fi man qablakum yuhfar lahu fi al-ardi fayuj'alu fihi fayuja'u bil binshar." Ka thonë, mos u gotni se në kohët e mëhershme, ka thonë njeriu ju ka bën një grop, është hudh në grop, edhe e kanë marrë sharrën, fayudu ala ra'sihi fayushaqqu bi ithnatayn, edhe e kanë dhënë për gjys me sharrë kanë për njeriu. Wa ma yasudduhu dhalika an dini. Edhe kjo nuk ja ka lujt çerpikun me u largu nga feja e Zotit. Thonë, me shpjegu këto me fjalë është e lehtë. Ama në praktik, me marr njeriu me sharrë me ndonë në gjys, edhe thot nuk e ka largu kjo nga feja e Zotit, kjo t'jep me kuptu që përveç besimtarit nuk mund me barë bisu për gjërat rana, s'mund me barë. Këtë e bon vetëm besimtari. Pastaj kanë pjesa tjetër e hadithit, ose thot, e kanë marrë krahnin e hekurit, ja kanë largu mishin deri në kos, vetë se ka qenë musliman. Edhe kjo se ka largu nga dini i Zotit. Ne kemi praktikën të popullit jonë, me lezu historinë tonë, jo që ka shkruar komunizmi, po historinë që ka njek populli jonë, vetë se kanë qenë musliman, sa masakrat i kanë bërë në Tivar, në Plam, në Gusi, në rajonin e që ne jem të shpërgullur shumica rajonit anë Mëravës prej Toplice, vetë se kanë qenë musliman, i kanë masakru në cumë, edhe kjo nuk i ka largu nga dini Zotit Gjelle wa Ala, nuk i largu nga fjala la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Këtë jem me kuptu që sabri e bon që muslimani me bardh mbi supet e tij, atë që s'mund me bardh askush. Rasti konkret i kemë në Gaza, shikoni në Gaza çfarë sabri bojnë ata. Çfarë masakra bojnë ndaj tyre, edhe çfarë sabri bën. Kush e bën ato me bë këtë sabër? Po besimi, imani e bën. Sa e muslimani në perëndim e ka pranuar Islamin me sabrin e atyre njerëzve. Me dhjetra, me mira, me qindra kanë pranuar Islamin kur e kanë pa sabrin e atyre njerëzve. Ka thonë, s'ka mundësi njeriu normal me bëjë gjithat sabër, vetëm ka diçka këtu. Është një Zot të cilin ata e besojnë që është shumë i fuqishëm. Imanin e tyre e kanë të lidhur me të shumë. Edhe ashtu është. Po besimtari vërtet është ai i cili bardh mbi supe me sabrin e tij, ato që nuk e bardh askush prej njerëzve dashur lezet, qëndrueshmëria në të vërtetën dhe në fenë e Zotit Gjelle wa Ala, për këtë Allahu Gjelle wa Ala në lajmëron në Kur'anin famlar që besimtari e kalon sprovën e tij me sukses. Kur robi bën sabër, bën durim tek Zoti Gjelle wa Ala me sprovat të cilat e kanë godit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith: "Idha ahabba Allahu qauman ibtalahum." Kur Allahu e dën një popull, i sprovon. Kur Allahu Gjelle wa Ala e dën një popull, i sprovon ata. Pastaj thot: "Faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhit falahu as-sukhtu." Ai që është i kënaqur me sprovën e Zotit, ka me gjetë kënaqësinë e Zotit ditën e gjykimit, edhe në dynjë dhe në ahiret. Ai që nuk është i kënaqur me sprovën e tij, po hidhrohet, ka me gjetë hidhrimin e Zotit Gjelle wa Ala. Prandaj edhe ne si popull duhet me ndjej këto që Allah Azza wa Jall është na sprovu shpesh. Po na sprovon. Kjo aludon që Allah na don neve. Kjo aludon që Allahu Gjelle wa Ala na don neve si popull. Se tjerë s'pe sprovon hiç, ata janë të nejtë që ashtu si rahat duken, ama jetën e kanë të vrajshë në zemrat e tyre. S'kan iman, pik iman në zemrat e tyre. Allahu Gjelle wa Ala e ka sprovu këtë popull. Edhe e sprovon çdo ditë. Sprova nuk do të thotë veç me kanë lut, veç me kanë domethënë masakra. Jo, sprova është në të ndryshme. Qoftë e sprovon me skamje, sprovon me ikje, sprovon
me udhëheqje, e sprovon me lloje të ndryshme, edhe ne bëjmë sabër dërim duke lutur Allahu xhallahu ala që ta ruaj këtë vend dhe të bjen njerëz që ja kanë frikën Zotit. Kjo aludon që Zoti xhallahu ala e don këtë millet, e don këtë popull. Pse? Imani është pyetje, besimi është. Kem thënë në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Allahu xhallahu ala dynjan jep atij që don dhe atij që s'e don. Dynjan, pasurinë jep atij që don dhe atij që s'e don. Ama imanin, besimin, islamin nuk ja jep vetë atij që e don. Ti populli ja ka dhënë Islamin, alhamdulillah. Krejt tjerë rrethit thuj se nuk janë musliman. Veç ne si popull jemi, alhamdulillah. Kjo do të thotë që Allah azza wa jalla don këtë popull. Ka vujt shumë, ka pas njerëz që ja kanë pas frikën Zotit. Edhe Allah azza wa jalla nuk ja humb mundin atyre. Pra ai që sprovohet dhe është i kënaqur me sprovën, ka me gjetë kënaqësinë e Allahut azza wa jalla në ditën e gjykimit, edhe në dynjë dhe në ahiret. Ai që nuk është i kënaqur me sprovën e tij, ka me gjetë hidrimin e Zotit. Për këtë që po themi, Allah azza wa jalla thot në Kur'anin famlar, kur kanë dalë Karuni kohën e Faraonit, ka qenë pasunik, ka qenë pabesimtar, kryeneç, e ka mohu Zotin xhallahu ala, ka pretenduar që krejt ato që e ka fituar veç për shkak të dijes së tij, jo që ja ka dhënë Zoti xhallahu ala, e ata që janë mashtruar me to, kur e kanë po të hec rrugës, ka thënë ja lejta lana mithla ma uti Qarun. Ka thonë sikur tish me edhe na, sikur Karuni, që me çfarë mjete po hes, me çfarë vetura po hes, çfarë troproja ka, çfarë çelsa, pasunis ka. Njerëz me ndjelet mashtrohen. Kur e shet dikon I cili është fry si shkuma. Mirë po, besimtarët e vërtet, çka ju kanë thonë? Wa qala alladhina utul ilm waylakum. Ata të cilët kanë pas dije, edhe iman ju kanë thonë këtyre popullit që janë mashtruar mas Karunit dhe pasunisë së tij, waylakum, mirë për juve. Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulqaha illa as-sabirun. Do mirë për juve, ka thonë, o njerëz, sevapit e Zotit xhallahu ala, puna e mirë, imani, janë më të mirat e Zotit, mirë po la yulqaha illa as-sabirun. Kështë mos nuk mund me arrit këto, vetë se sabërlit. Veprat e mira, imanin, sabrin, durimin, në të gjitha sferat e jetës, nuk mund me arrit vetë se besimtari, ata që bëjnë sabër e din çka do të thotë me shku te Zoti xhallahu ala, mos u mashtroni pas Karunit. Karunin në kohën e Faraonit ka qenë një, sot ka shumë Karuna dashur. Sot fatkeqësisht shumë Karuna I kem ne. Karunat I kem nëpër media, I kem nëpër rrjetet sociale, I kem rrugës. Domethënë njerëz të cilët janë të fryer, sikurse mi hudh preshak që e fryn aditiv bukën, kur çysh brana s'ka tull hiç, çashtu janë këta domethënë, janë të frym në ana e pasurisë, janë të frym nga ana e njëftësisë që janë dalë për media, mirë po në mbrëmsinë e tyre janë bosh. Mbrëmsia e tyre është bosh. Ata mundohen të tjerë më u tregu që ne jemi të lumtur, apo që ne jemi të lumtur, që çto është jeta, në realitet si ta kryjnë atë mision, ata vuaj. Sepse nuk mund me arrit kënaqësinë e zemrës vetëm se besimtari I vërtet. Lumturia vërtet është zemër, jo në pamjen e jashtme. Jo në pamjen e jashtme. Për këtë dashur vëllezër, këtë nuk e arrin vetë se besimtari, I cili është I kënaqur me ato që ja ka dhënë Zoti. Ka besim, ka iman. E fiton atë pasurinë me njerëz. Punon ndoshta punë të vështira, po kur shkon te shtëpia është I lumtur, e pret një familje e lumtur, e han një bukë I lumtur, e pin një çaj I lumtur, pushon I lumtur. Ka më mirë se kjo. S'ka më mirë se kjo. Andaj Karunat sot janë shumë, ama ata që kanë dije I këshillojnë, ka thënë, mos u mashtroni mas tyre se përfundimi I tyre është I keq. Përfundimi I tyre ka qenë sigurisht I Karunit, I cili e ka çon Zoti tokën, u shafit toka, e ka përbir gjithë atë dhe pasurinë e tij, edhe pastaj këta besimtarë ka thonë, vallahi mire pas kanë pas ata që na këshillonin. Ama mire kanë pas po vonë. Vonë është. Andaj muslimani duhet të ketë kujdes me jetën e tij, sepse jeta e tij nuk përsëritet. Jeta jo nuk përsëritet, më thonë hajt se rroki herën e parë, hajt herën e dytë. Jo, është një jetë e cila po nuk e vendosëm me vepra të mira, do të na pritin veprat e liga dhe pastaj përfundimi mund të jetë I keq. Zoti na ruaj nga përfundimi I keq. Dashur vëllezër, Sheikhul Islam Taymiyah rahimahullahu ta'ala thot në fjalë të madhe, thot
Me qenë se sabri, thot, është me nalë veten, me ngushtu veten njeriu, trupin e tij, zemrën e tij, e ngushton njeriu veten e tij, e rrudh veten e tij, e nal veten e tij. Pastaj thot është i vrazhd në brenda, njeriu në breng kur bën sabër, kur nalet ndaj dikujt i cili ka bërë padrejtësi ose ndaj sprovave. Pastaj thot ka lodhje, ka rritje të temperaturës së njeriu, kur bën sabër i rritet temperatura. Thot për shkak të këtyre Zoti xhallahu ala e shpërblen me xhenet. Pastaj thot e vesh me teshat e mëndafshit që janë të buta. E ul në koltuçe të buta për sabrin, durimin që ka bë. E ul në hije në xhenet për shkak të rritjes së temperaturës që ka pas në dynja, që ka bë sabër ndaj lloj budallë që i ka dalë në rrugë. Ka bë sabër, Allah xhallahu ala e shpërblen konform asaj që ka bë sabër në këtë botë, në këtë dynja, duke lutur Zotin xhallahu ala që të na bën prej tyre. Allah subhanahu wa taala të dashur vëllezër, sabrliti shpërblen shumë. Ka bë be Zotin në Kur'an që ka më shpërbly. E Allahu xhallahu ala kur bën be për një çështje, vetëm Zoti ka drejt me bë be në krijesat e tij dhe ne s'kem drejt me bë be në krijesa. Po vetëm Zoti bën be në krijesat e tij, sikur se ka thonë wal asri pashakohen. Edhe këtu thot Zoti wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Thot betohem, thot Zoti xhallahu ala, bën be në veten e tij që do t'i shpërblejmë ata të cilët kanë bërë sabër bi ahsani ma kanu ya'malun, me më të mirën për shkak të punëve që i kanë bërë. Allah xhallahu ala kur betohet do thot ka me çu betimin vend. Është një çështje e madhe, është një çështje që Allahu xhallahu ala shpërblen pa hesab për këtë thot inma yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Me të vërtetë sabërlit Zoti xhallahu ala i shpërblen pa hesab, pa llogari, dhe kem thënë edhe derisa të kaluara që dy punë janë që e kanë shpërblimin pa llogari, ajo është agjerimi i Ramazanit dhe sabri i durimi, të cilën me lajket nuk e dinë sa me shkruaj sevapin prej 10 deri në 700, e lanë Zotit xhallahu ala ai me i shpërbly dhe Zoti xhallahu ala po bën be që do t'i shpërblej. Dhe janë njerëzit më të dashur tek Allahu xhallahu ala. Durimtarët janë njerëzit më të dashur te Zoti, sepse Allah azza wa jall thot wallahu yuhibbu as-sabirin. Wallahu yuhibbu as-sabirin. Allahu i don njerëzit durimtar. Allahu i don njerëzit durimtar, i don njerëzit të cilët bëjnë durim, bën sabër në rrugën e Zotit xhallahu ala. Të dashur vëllezër, këto janë disa dobi që i kanë cekë ulema e Islamit sa i përket ose fryte sa i përket njeriu i cili bën sabër. Me onal dhe me i shikue tregimet e të parëve tanë çfarë sabri dhe durimi kanë pas ata, më të vërtetë është njeriu e nin veten keq pastaj, e nin veten keq sepse na qesin shumë për i ligës, na qesin ata, më njerë. Na qesin për i ligë, dhënë generatat e para, me pas sabrën e tyre dhe durimin që kur i ka godin dhe një sprov, çuditesh. Shurajh al-Qadi, rahimahullah ta'ala, që një prej gjykatësve kryesor në khilafetin islam në kohën e tij, ka qenë krye gjykatësi ose krye prokurori i shtetit, ka qenë prej ulemave, prej dietarëve më të mëdhaj të kohës së tij, thotë kur Zoti xhallahu ala më ka sprovuar me diçka, unë e bëj sabër edhe e falenderoj Allahun 4 herë. Kur Zoti do të më sprovon me diçka, unë e falenderoj Zotin 4 herë. Ka thonë si 4 herë? Thotë e para e falenderoj Zotin që nuk është më e madhe, sepse ka mujt me kanë sprova edhe më e madhe, sepse sprovat janë lloj-llojshme. Do të falenderoj Zotin, ka sprovuar me diçka, thotë elhamdulillah, Zot, falënderimet qofshin ty, ka mujt me qenë edhe më e madhe se sa që është. Edhe ka mundësi s'kisha mujt me bë sabër, e kisha humb durimin, e kisha humb sevapin. Pastaj thotë e dyta, e falenderoj Zotin që ma ka dhënë sabrin ndaj kësaj sprove. Dhe mo Zot, falënderimit qoftë ty që s'është më e madhe se që ka mujt me qenë, e para, e dyta, që ma ka dhënë sabrin ndaj kësaj sprove. E treta thotë e falenderoj Allahun që ma ka mundsuar me thon duan që e ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Te Allah ti më dhe taj do të kthehemi. Për shkak se sevapi kur e thot këtë dua dikush është shumë e madhe. Është shumë e madhe dhe është cilësi e besimtarit. Dhe e katërta thotë e falenderoj Zotin që sprova s'është në fe. Nuk më ka sprovu Zotin fe,
Sepse me sprovu Zotin fe tani del jep fatva pi kornerit. Ka thonë shqyr Zoti që s'm ka sprovu fe me dal me baj gara njerëzit me mua, me shku te këshia shoh me dhon fatva tani. Kjo është me sprovu Zotin fe. Me bëj hijim me shku atje tani, më munu fen me bë light, atë shumë le diçish kur çështje që krejt mirë na kënë xhenet kanë me shku. Ka dalë burr se ka rregulla. Suni çatin xhenet, suni çën xhenet. As vetën as ti as unë s'muna me çun xhenet. Prandaj sprovuan fe është e rënd. Me dal njeri i devijum me kapuç të hoxhës është e rënd kjo punë. Ama a ka till ka vallahi, ka plot. Ka plot. Të cilët janë sprovuar në fe. E Shuraih al-Qadi rahimahullah thotë, e falënderoj Zotin 4 herë kur ka sprovu, që e fundit është shumë e rëndësishme se më ka sprovu dinën e Zotit. Jam thabit, jam i qëndrueshëm, duke i bajt parimet e Zotit xhalla wa ala, themelet e dinit Zotit. Duke mos i prek themelet e dinit Zotit, e falënderoj Zotin për sprovën që më ka godit. Prandaj dashur vëllezër, kështu e shohim besimtarët. Kështu e shohim besimtarët sprovën. Sepse Allah Azza wa Jall tha më herët, atë që e dën e sprovon në forma të ndryshme. Atë që e dën e sprovon në forma të ndryshme, në mënyrë që ta gdhend, t'ia largot të gjitha të këqijat që i ka në trupin e tij dhe ta përgatit për xhenetin e tij. A ke pa dashur vëllezër shembull konkret për me marrë dhe me përpunu dhe me gjetë një cop ari dikon. Sa vyet punë, sa kamion, sa tonelata dhej do të më marr. Shumë. E a dhe shka du të mi ba? A du të me zbut me majt para durve në pamuk, a du të me shtin flak? E du të me shtin flak. Du të me shtin flak në mënyrë që tretet e këqia e ke dhe sa del ari. Kështu Zoti xhallahu ala i sprovon e robrit e tij. Me javë tret ato të këqia që ne i kem, me na i gdhend në mënyrë që del para Zotit ajo më e mira që është e jonja, dhe pastaj Zoti xhallahu ala i shpërblen besimtarët. Dashur vëllezër, Imam Buhariu rahimahullah taala ka qenë i sprovuar shumë. Imam Buhariu, për ulemave të dhajt hadithit që sot thuaj se asnjë hadith s'u thuaj që e transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që në shumicë zdërmuese tyre në fund e ki transmetues Imam Buhariu. As shumë ka qenë i sprovuar saqë e kanë persekutuar njerëzit pushtetarët e kohës së tij, i kanë bë hile hoxhallarët e kohës së tij në mënyrë që mos ta zën ky vendin më të madh që e ka merituar, saqë ka vdekë në rrugë njëri, domethënë Imam Buhariu ka vdekë në rrugë, llogarit. Edhe një prej shokëve të tij, Abdul Mejid ibn Ibrahim, ka thonë: "O Imam Buhariu, pse ka thonë spelut Allahun kundër armiqve tu? Ka thonë ti je njëri i madh, Allah ta pranon ty duan, istijabu da'u. Ti aty që ta pranon Allah duan ti. Pse spelut Allahun azza wa jall për çta armiqtë tu që tu të kanë orë huna? S'po të lanë vend kon hiç." Ka thonë, e ka thonë një hadith pejgamberit, ka thonë: "Qala Nabiu sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talqawni ala al-hawd." Ka thonë, a nuk ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bëni sabër derisa të takoni te Kautheri, te haudin ditën e gjykimit. Këtë hadith e transmeton Imam Buhariu. Do thonë, llogaritë tash, çet hadith që ne e tham, që ai e ka thonë, e transmeton ky Imam Buhariu. Po ky njeri ka thonë, isbiru, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bëni sabër derisa të takoni te haudi, derisa të takoni te kroji Kauther në ditën e gjykimit. Prandaj muslimani nuk ka komo marr me armiqtë e tij shumë. Se shumë i ka. Sidomos ne si popull shumë kemi. Sepse e lexova një shkrim shumë interesant, por që është vërtet fatkeqësisht. Ne si popull muna me ta fal gjakun, muna me ta fal fëmijën, e që është fatkeqësi kjo me ta fal dikujt fëmijën që si ka dhënë Zoti. Kjo është vetëm të na ndodh. Mund me ta fal pasunin, ama suksesin s'ta fal. Ja, populli jon sukses me të po që je më i nalt se ai, s'ta fal. Mundet me të rrezu për dy kamshe me të ngretë poshtë. E ti s'ki, edhe ti edhe unë s'kim ku mu marrë me njerës të tillë, ti dush me vazhdu rrugën. Isbiru hatta talqawni ala al-hawd, bëni sabër derisa të më takoni te haudi. Sabër edhe vazhdo rrugtimin drejt Zotit. Vazhdoj punët e tua, vazhdoj suksesin ton, mos u nal më marrë me turninieri, sepse ta humb suksesin pastaj. Ai dëshiron që ti më nal më marrë me ta. E ti nuk gëzon më nal më marrë me ta. Ti bën sabër ndaj atyre që thojnë rrugës, edhe vazhdon rrugtimin, e vazhdon suksesin, e vazhdon lumturinë tonë të jetës, edhe s'ki nevojë me të kallëzu gjithkujt Facebook që je i lumtur. Jetoj jetën e lumtur, pa ju tregu të tjerëve me fotografia me zot.
edhe vazhdoj rrugtimin, në këtë formë besimtari vazhdon rrugën e tij drejt Zotit xhallahu ala me sabër, me durim, me vepra të mira. Ke lutur Allahun azza wa jall që të na bëjë prej tyre, të na bëjë prej atyre besimtarëve që janë sabërli, qoftë ndaj urdhrave të Zotit, qoftë sabërli ndaj dalesave të Zotit, qoftë sabërli edhe në sprovat që Zoti xhallahu ala ja ka bërë besimtarit, duke lutur Allahun azza wa jall që të na falë neve dhe juve. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.